Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahu xhalleshanuhu qoftë mbi ju. Kurani famullar na tregon që profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ishte shembulli më i bukur, shembulli më i përkryer për tu ndjekur nga besimtarët. Si i tillë ishte në aspektin e moralit, i tillë ishte në aspektin e adhurimit. Duke qenë se jemi në muajin e Ramazanit, është teje e rëndësishme për të kuptuar se si profeti alayhi salatu wassalam agjeronte, si ishte një ditë e tij në këtë muaj të begat. Dhe për të folur për këtë temë kaq të rëndësishme, kemi të ftuar sot Hoxhën e nderuar Hayreddin Dizdari. Hoxh, mirë se vini dhe faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Atëherë Hoxh, menjëherë doja të nisja pa humbur kohë me pyetjen e parë ku si niste dita e profetit alayhi salatu wassalam, sa e rëndësishme ishte për të mëngjesi i hershëm, le të themi, agimi i hershëm, syfyri, çfarë na këshillon profeti alayhi salatu wassalam ne për këtë gjë? Bismillahirrahmanirrahim. Jeta e profetit ka qenë gjitha jetë e gjallë. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, ka qenë njeri shumë energjik dhe transmetojnë sahabët që kur ai e niste ditën, madje edhe kur ecte, ne nuk e mbërrinim dot hapin e tij. Pra ka qenë njeri që ka qenë i pari për punë të hajrit dhe për vepra të mira. Dhe i dërguar i Zotit e niste ditën e tij, pra syfyrin, dhe nuk e linte atë, pra e hante syfyrin në muajin e Ramazanit deri në çastet e fundit të thirrjes së ezanit të sabahut. E kanë përmendur dietarët shumë prej urtësive që kjo gjë ka, por më e rëndësishmja ku njeriu ka mundësinë përveç se të marrë nga benefitet e bereqetit të syfyrit, ai dhe përballon ditën më lehtë. Dhe kjo është si një lloj orientimi i bukur i Resulullah sallallahu alajhi wasallam që ne të mos e ngarkojmë veten tonë gjatë ditës kur agjerojmë, por të kemi një farë para përgatitje. Pra nuk ka qenë profeti dhe udha e tij udhë e shtrëngimit, udhë e vështirësisë së jetës. Jo, feja ka ardhur lehtësim. Dhe ky është shembull prej atyre shembujve që i dërguar i Zotit profeti Muhammed na mëson neve se si sa më lehtë ta kalojmë ditën tonë në agjerim duke patur atë përgatitjen e syfyrit, por gjithashtu dhe duke përfituar nga benefitet e kësaj kohe të bereqetshme kur njeriu e shfrytëzon syfyrin. Në fakt, periudha e syfyrit nuk është vetëm një moment ushqimi, domethënë është një kohë ku profeti alayhi salatu wasalam dhe në kohë të tjera e shfrytëzonte pasi është fundi i natës dhe është edhe një kohë adhurimi, një kohë reflektimi për besimtarin i cili ka sakrifikuar nga gjëja më e rëndësishme në atë moment e gjumi dhe është ngritur për një qëllim të vetëm, pra për të njohur, për të adhuruar Allahun xhelle xhelaluhu. Shohim shpesh edhe një lloj, le të themi, hapa mbrapa të besimtarëve kur nisin agjërimin, kur nisin muajin e Ramazanit, mendojnë që Ramazani i lodhte i mase dhe kërkojnë shkurtim orari tek puna, herë ndoshta i bëjnë bisht disa detyrave, disa obligimeve, ndërkohë që shohim profetin alayhi salatu wassalam që përveç se ishte agjërues, ishte burr shteti, ishte i pari i familjes, ishte i pari në shok, siç e thatë ju, domethënë ishte ai më vitali, më i gjalli në çdo gjë. Pra si arrinte profeti alayhi salatu wasalam ta bënte këtë rakordim të gjërave dhe si duhet të jetë sjellja e besimtarit pra në këtë muaj të begat. Besimtari edhe në muajin e Ramazanit duhet të jetë njeri i cili është i gjallë në aktivitet dhe i gjallë në adhurime. Shumë njerëz e keq kuptojnë muajin e Ramazanit si një muaj për gjumje. Pra që unë po bëj këtë adhurim të madh për Zotin tim dhe le ta kaloj këtë kohën e adhurimit apo të kohën e agjerimit në një letargji të përgjithshme. Kjo nuk ka qenë jeta e profetit. Profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam, madje edhe sahabët, gjatë kohës së muajit të Ramazanit, ata e shfrytëzonin jo vetëm për të kryer adhurimet, të cilat janë të veçanta për këtë muaj, për të leximi i Kuranit e të tjera të cilat janë pafund, por dhe përditshmëria e tyre ka qenë shumë e gjallë. Madje edhe le të themi prej fitoreve të mëdhaja, të moralit kundrejt të pamoralshmes, të dritës kundrejt errësirës, të kësaj feje madhështore kundrejt atyre që nuk donin që e vërteta të triumfonte, ka ndodhur në këtë muaj. Pra ka ndodhur kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët kanë qenë agjërueshëm. Dhe shembulli më i mirë ne kemi shembull profetin ton. Dhe ai në asnjë çast në muajin e Ramazanit nuk ka qenë njeri që e ka kaluar në kotje. E ka kaluar në mosbërjen e gjërave apo në shtyrjen e gjërave për një kohë tjetër jashtë muajit Ramazanit, absolutisht jo. I dërguar i Zotit në çdo çast ka qenë njeri vital, siç e përmendëm, ka qenë njeri i gjallë dhe ka qenë njeri që i frymëzonte të tjerët me energjinë e tij.
Dhe kjo ka qenë veçantia e tij, por ne padyshim marrim shembull të kjo. Pra nuk mund të jetë Ramazani për ne një muaj që ne të justifikojmë veten tonë se po adhurojmë Allahun dhe të lëmë mangut përgjegjësitë tona. Jo, sepse profeti nuk e ka bërë këtë. Ka qenë ai njeriu i cili i ka kryer përgjegjësitë e veta në përpikmërinë më të madhe dhe gjithashtu ka qenë dhe ka gjetur kohën për të adhuruar Allahun në këtë muaj kaq të bereqetshëm. Hoxh, në traditën tonë shqiptare, pra në mënyrën se si ne e kemi jetuar, sepse Islami është një, por në mënyrën se si është jetuar, dhe sidomos në kohët e fundit është shumë e përhapur dhe kultura e leximit të Kuranit në xhami apo në ambiente edhe më të mbyllura, pra koncepti i mukabeles. Gjë që daton shumë herët nga vetë profeti alayhi salatu wassalam. Pra çfarë mund na thonin për këtë? Si ishte raporti i profetit me Kuranin, sidomos në muajin e Ramazanit dhe sidomos me Xhebrailin që ishte edhe sjellësi i mesazhit apo përcjellësi i mesazhit nga Allahu xhaleshanuhu tek profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam transmetohet se e lexonte Kuranin gjatë muajit të Ramazanit të gjithin. Pra nga fillimi deri në fund e lexonte atë të plot. Dhe e lexonte atë pra e përsëriste atë me Xhibrilin. Ajo çka është e rëndësishme është që ne të kuptojmë që ky muaj është muaji në cilin Allahu ka zgjedhur të zbresë në të Kuranin. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është ai muaj në cilin ka zbritur Kurani. Dhe normalisht njeriu kur informohet për këtë gjë, që këtë muaj Zoti e ka zgjedhur për të zbritur këtë shpallje hynore. Te ky profet, te ky i dërguar, te ky njeri i veçantë i zgjedhur prej Allahut, kuptojnë që muaji i Ramazanit në veçantë besimtari, adhurim të veçantë duhet të ketë leximin e Kuranit. Dhe ky Kuran, siç e përmend Allahu, që është libër në të cilin Zoti ka zbritur bereqet, ka zbritur begati. Dhe pastaj Allahu vazhdon duke shpjeguar Kuranin dhe duke thënë që ju të meditoni mbi ajetet e tij. Dhe përmendin dietarët që njeriu e ka të pamundur të përfitojë prej bereqetit Kuranit, të përfitojë prej begatisë Kuranit dhe të jetë prej njerëzve që mediton mbi atë që gjendet në Kuran, nëse nuk e lexon atë. Është shumë e thjeshtë. Pra ky muaj që është muaji i Kuranit, që është muaji në cilin ka zbritur Kurani, që i dërguari i Zotit na ka dhënë shembull, duke e lexuar atë të plot, sa herë ky muaj fillonte. Dhe transmetohet që në jetën e tij ai e ka lexuar 2 herë, kur ka qenë viti i fundit i jetës së tij, ai e ka lexuar Kuranin të plot 2 herë. Kjo na bën neve të kuptojmë që ne duhet të kemi lidhje të veçantë me librin e Allahut në këtë muaj. Sepse vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar dhe vetë ky Kuran madhështor ka zbritur në këtë muaj. Dhe le të bëhet ky muaj për ne shkollë, reflektim, që ne të shkojmë për tek Allahu të përmirësuar. Po nuk mundemi ne të reflektojmë nëse atë libër që Allahu e ka zbritur për ne dritë udhëzim, ne nuk e lexojmë atë. Andaj duhet të kemi dhe të krijojmë lidhje të veçantë me librin e Allahut. E kush ka qenë ai që ka patur lidhje të veçantë me Kuranin dhe Allahu nuk ja ka ndriçuar jetën. Vërtet. Hoxh, tham në fillim që profeti alayhi salatu wassalam ishte në piedestalin më të lartë të moraleve. Dhe një nga moralet që spikat më shumë në muajin e Ramazanit përveç adhurimit në tërësi është edhe bujaria e profetit alayhi salatu wassalam. Sa bujar ishte ai, domethënë si ishte, le të themi, sjellja e tij me çdo kënd që rrethonte në këtë muaj begat. I dërguar i Zotit profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu thot për të: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dhe nuk të dërguam ty o Muhammed vetëm se mëshirë për gjitha botrat. I dërguar i Zotit ka qenë njeri i veçantë, ka qenë njeri që ka qenë bujar në çdo çast. Përmendin sahabët e transmetohet se ka qenë natyra e tij ka qenë natyrë bujare. Madje edhe kur kërkonin prej tij ai jepte. Nuk shqetësohej sa jepte. Nuk ka qenë pasuria diçka që ka qenë në zemrën e tij, ka qenë në dorën e tij. Dhe i dërguar i Zotit profeti Muhammed në muajin e Ramazanit, bujaria e tij i tejkalonte kufit. Ai sa që dhe shembulli që kanë marrë për bujarinë e profetit ka qenë si era, Dhe kanë thënë dietarët, pse është marrë era si shembull, kur në shumë prej rasteve ne marrim shembull lumin. Pra i mirë si lumi, i dishëm si lumi, pra ka shumë ujë dhe qarkullon ujë dhe nuk ndalon. Dhe kanë thënë dietarët sepse lumi
i bën dobi vetëm atyre që janë pranë ti. Pra përfitojnë vetëm ata të cilët janë pranë ti. Pjesa tjetër që nuk janë afër ti nuk përfitojnë. Kurse i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam, profeti Muhammed ka qenë në bujarinë e tij si era, sepse era i përfshin dhe zojtë që janë në qiell, dhe ata të cilët janë në tokë, dhe pemët, dhe kafshët, dhe njerëzit, dhe krijesat. Pra i dërguar i Zotit ka patur një bujari të veçantë, saqë bujaria e tij në të bëheshin pjesë që gjithë. Dhe ne prej kësaj bujarie duhet marrim shembull. Dhe nuk mundet besimtari të dëgjojë për këto argumente, të dëgjojë për jetën e profetit, të dëgjojë për zemërgjërsinë e tij, dhe të jetë njeri i dorështrënguar, të jetë njeri i zemërngurtë. Për këtë arsye, njeriu besimtari kur dëgjon për cilësitë të tilla të vyera, duhet të reflektojë në veten e tij dhe të thotë ku jam unë në ngjashmërinë me shembullin e profetit. Ku jam unë në shembullin që i dërguar i Zotit kur u kthye në Mekë, i fali të gjithë. Të gjithë ata cilët ishin bërë shkas për vuajtje shumë të mëdha në jetën e tij, kur u kthye i fali, i tha jeni të falur. Dhe ne duhet të shikojmë në zemrën tonë, a kemi ne prej cilësive të tilla? E nëse nuk i kemi, të punojmë që t'i arrijmë. Inshallah. Shpresojmë shumë të kjo gjë, pasi ne edukojmë me moralin e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Sallallahu. Gjithashtu, një nga gjërat që vëmë re në jetën e profetit është që vetë Islami është balanca, pra është e mesmja, por profeti alayhi salatu wassalam ishte i balancuar në termat e adhurimit. Na kujtohet ndodhia me 3 shokët që vinë, njëri do agjëroj gjithkohës, njëri do fal namaz gjithë natën, tjetri nuk do martohem. Por se profeti alayhi salatu wassalam e kundërshton këtë gjë. Në muajin e Ramazanit, duke patur një kompleks të madh adhurimesh, profeti alayhi salatu wassalam si e balanconte kohën. Pra, ne na transmetohet i itikafi që nga fillimi i Ramazanit deri në fundin e tij, raporti me familjen, raporti me njerëzit që e rrethonin, iftaret, syfyret, pra si ishte një balancë e profetit alayhi salatu wassalam midis Zotit dhe robit, pra midis me Zotin dhe me njerëzit. I dërguar i Zotit profeti Muhammed ka patur një adhurim të veçantë, të cilin ne si besimtar thjesht nuk e arrim dot, padyshim. Por ne marrim shembull se si ai në muajin e Ramazanit arrinte t'i bënte të gjitha detyrimet e tij dhe detyrimet karshi Allahut. Dhe për periudhën e itikafit që e përmendet, që është 10 ditë i fundit, që është 10 ditë shumë i veçantë, i dërguar i Zotit nuk linte pas përgjegjësitë e tij. Pra nëse kishte nevoja familja e tij, ai ishte aty për të dëgjuar. Dhe e mira ka qenë sepse xhamia e profetit me shtëpinë e tij ka qenë ngjitur. Dhe sa herë familja e tij kishte nevojë, transmetohet që i dërguari i Zotit afrohej tek shtëpia dhe pyeste për nevojat që kishte familja e tij. Pra nuk ka qenë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam njeri i cili i ka çuar njerëzit në ekstrem, në asnjë çast të jetës së tij. I dërguari i Zotit arrinte të kryente obligimet e tij që kishte me Allahun dhe arrinte të kryente obligimet e tij që kishte në përditshmërinë e tij. Kujdesi ndaj familjes, kujdesi ndaj bashkëshortes, komunikimin, respektimin, raportin që kishte me sahabët, ndjekjen e problematikave të umetit, të shtetit, të vetë besimtarve. Pra ka qenë njëri që ka ditur të ruaj balanca dhe na ka mësuar neve për këto balanca. Dhe shembulli që ju morët është shumë i bukur. Për ata të rretërinj të cilët vinë, dhe njëri prej tyre i thot profetit, o i dërguar i Zotit, unë nuk do të martohem, pra do ja përkushtoj kohën Zotit, nuk do ja përkushtoj kohën martesës apo përgjegjësisë familjare, sepse ajo të merr kohë. I dyti tha i dërguar i Zotit, unë do falem gjithë natën. I treti tha i dërguar i Zotit, unë do agjeroj dhe nuk do e çel. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i edukoi ata dhe ne, duke i thënë unë jam i dërguar i Allahut tek ju dhe jam i martuar. Unë jam i dërguar i Allahut tek ju dhe falem natën, por dhe flë. Unë jam i dërguar i Allahut tek ju, agjeroj dhe e çel. Pra kjo ka qenë udhëzim për ne, që ne as mos shkojmë në ekstremin e lëshimit totalisht të fesë, po as mos shkojmë në ekstremin e shtrëngimit, të cilat të dyja janë gabim, po të ruajmë të mesmen e artë
që ka ruajtur profeti i Zotit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të ndjekim shembullin e tij, sepse shembulli i tij është më i miri që ekziston. Profeti alayhi salatu selam si profet i kishte mundësi që të ishte profet mbret, profet me pasuri të pashtershme, por ai përzgjodhi që të ishte profet dhe njeri i thjeshtë. Dhe këtë thjeshtësi të profetit alayhi salatu selam në fakt e shohim edhe në çastin e iftarit. Këshillimin që na bën ne, por edhe vetë praktika që bënte pak hurma, vetëm pak ujë, ndoshta pak qumësht. Kjo thjeshtësi në momentin e iftarit, çfarë na mëson ne, ndoshta edhe për qëllimin e agjërimit. Pra, sepse kemi qëndruar 12 orë, 13 orë pa ngrënë, për 10 minuta ngopemi. Pra, kjo thjeshtësi e profetit çfarë i mëson besimtarit, pra edhe në atë çast, pra kur është çasti më kulminant, më thënë. Pra, si na edukon profeti alayhi salatu selam në këtë pikë? Kjo është prej mësimeve më madhështore të njeriu se si ai të vetë përmbahet. Pra, jeta e kësaj bote, sepse shiko, ke agjëruar siç e përmendë dhe ju, ke agjëruar 10, 12, 15, ka patur raste në verë 17 orë. Dhe vjen momenti që ti çel agjërimin dhe thotë i dërguari i Zotit sallallahu alajhi wasallam, është gëzim prej gëzimeve. Që besimtari kur çel agjërimin, gëzon dhe kur takoj Allahun dhe do gjej shpërblimin për këtë agjërim, do gëzoj. Dhe ky çast është çast shumë i veçantë. I dërguari i Zotit me sjelljen e tij na edukon që ne të mos jemi njerëz që nuk e përmbajmë veten. Pra vjen momenti për të ngrënë dhe ne të hidhemi. Kjo nuk është vetëm te çasti i ngrënies. Kjo është në jetë. Ti mund të kalosh shumë faza të jetës, të cilat ti je privuar nga disa nevoja që ti ke patur, apo nga disa dëshira që ti ke patur, apo nga disa arritje që ti ke patur. Dhe nëse vjen çasti që ty i madhi Zot ti jep këto mirësi, ti duhet të tregohesh i matur, i kujdesshëm. Mos tregohesh njeri që shpreha e popullit thotë të kesh tafma të madhe, pra dëshirën për të marrë gjithçka. Jo. Po dhe në ato çaste ti jesh njeri i përmbajtur. Ti jesh njeri që ti kontrollon nefsin tënd, kontrollon epshin tënd, kontrollon veten tënde. Dhe në këtë na edukon i dërguari i Zotit. Dhe ky çast është çast me të vërtetë i veçantë, jo vetëm për shkak të benefiteve fizike, të cilat sot janë të provuara. Ku profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam na këshillon për kujdesin që ne duhet kemi në ngrënie, që ta mbushim stomakun ton me 1/3 ajër, 1/3 ujë dhe 1/3 ushqim. E kjo kanë thënë është forma më e mirë e shëndetit që i dërguari i Zotit e ka patur. Po ky edukim është edukim edhe më madhështor. Është edukim i zemrës, i modestisë së zemrës. Që njeriu këtë dynja ta ketë në dorën e tij dhe jo në zemrën e tij. Dhe kjo dynja të jetë një lloj mjeti nga cila do qoftë ta shikosh, nga cili do prizëm. Të jetë një lloj mjeti që ti të afrohesh me Allahun, që ti ta përdorësh për të kryer vepra të mira. Dhe i tillë ka qenë shembulli i profetit gjatë gjithë jetës. Modestia e tij ka qenë prezente në të në çdo hap të jetës së tij. Madje kur njëri prej njerëzve i afrohet dhe i thot: "O Muhammed, më jep mua prej asaj që ty Allahu të ka dhënë." Dhe i dërguari i Zotit i jep dhe vetë që ishin, për tregohet që ishin të ardhura me miliona. Dhe i thot: "Merri." Dhe i habitet. Dhe i merr. Dhe shkon tek fisi i tij dhe i thot: "Pasha Allahun kam takuar një njeri i cili nuk e ka frikë varfrin, për cilin pasuria nuk ka vlerë. Pra, e ka patur profeti botën, e ka patur dynjan në dorën e tij, jo në zemrën e tij. Pasurinë të ardhurat materiale i ka patur në dorën e tij dhe jo në zemrën e tij. Dhe i ka shfrytzuar ato për t'i bërë dobi njerëzve dhe për t'u afruar tek Allahu. Dhe i tillë duhet të jetë besimtar, i njeri modest në çdo çast, njeri i përulur, sepse Allahu nuk i do ata të cilët ecin në këtë botë si kryeneç. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur flet për njerëzit kryeneç, kur flet për njerëzit mendje mëdhenj, nuk flet për ta mirë. Madje ka një hadith që është realisht hadith që njeriu duhet ta bëjë të reflektojë. Që bëhet shkas kjo mendje madhësi, kjo arrogancë, kjo përbuzje e njerëzve, ky mohim i zvërtetës që ti mund të privohesh dhe nga xheneti. Pra besimtari duhet të jetë njeri i përulur ndaj Allahut dhe modest me njerëzit.
Profeti alayhi salatu wassalam kur fliste për muajin e Ramazanit ka shumë përkufizime, ndërto është edhe një ndarje që i bën në 10 ditë apo periudha e parë, mesi dhe e fundit. Periudha e fundit e muajit Ramazanit është edhe shpëtim nga zjarri i xhehenemit, thot profeti alayhi salatu wassalam. Por brenda kësaj periudhe ne shpresojmë shumë që të jetë edhe nata e Kadrit. Pra, si ishte sjellja e profetit, si ndryshonte sjellja e profetit në këtë 10 ditësh dhe çfarë na këshillonte për ta kërkuar, për ta gjetur dhe çfarë të bëjmë nëse arrijmë natën e Kadrit. I dërguari i Zotit profeti Muhammed në 10 ditëshin e fundit të muajit Ramazanit na bën me dije që ndodhet një natë në cilën nëse njeriu e kalon me adhurime, me përkushtim ndaj Allahut, Allahu i fal atij të gjitha gjunahet e kaluara. Kanë thënë dietarët i falen njeriu të mëdhat dhe të vogla. Dhe del nga ajo natë sikur e ka lindur nëna, pra i pastër nga të gjitha gjunahet. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e gjallëronte të gjithë familjen e tij dhe i zgjonte të gjithë dhe i bënte të gjithë gati për këtë 10 neç. Dhe përgatitej dhe vet për këtë 10 neç dhe këtë 10 ditë të fundit, duke e kërkuar natën e Kadrit me adhurim dhe me përkushtim ndaj Allahut. Profeti Muhammed 10 ditëshin e fundit përkushtohej duke qëndruar madje edhe në xhami, siç e përmend, në itikaf. Dhe duke adhuruar Allahun atë 10 neç me shpresën, na orienton neve, duke i kërkuar Zotit falje me një lutje të veçantë, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e do faljen, andaj më fal mua. Pra dhe forma se si kjo dua bëhet, në fillim më adhuron Allahun, o Allah, ti je falës. E kanë thënë dietarët, Allahu është falës dhe është mëshirues dhe nuk përfiton asgjë nga njeriu që mëshiron. Në ndryshim nga njeriu që kur i fal njerëzit mund të përfitojë, eksakt. Pra mund të përfitojë prej falënderimeve të tyre, vlerësimit të tyre, shiko filani e fali filani. Allahu nuk përfiton asgjë. E sërish Allahu është falës. O Allah, ti je falës, e do faljen, andaj më fal mua. Dua madhështore. Dhe Allahu Azza wa Jall për këtë natë na ka njoftuar në Kur'an. Allahu na ka njoftuar në Kur'an duke thënë inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit ka më shumë vlerë se sa 1000 muaj adhurime. Andaj nëse Allahu na ka caktuar që ne të jemi gjallë dhe të arrijmë këtë 10 ditë të fundit, të garojmë për adhurime në këtë 10 ditë, sepse kjo natë ka vlerën e adhurimit të rreth 80 viteve, të një jete të tërë. Allahu na bëft që ta adhurojmë atë në këtë natë të madhështore. Amin. Hoxh, një mesazh të fundit për mbyllës, për gjithë dëgjuesit tanë, pra për këtë periudhë të rëndësishme ku ne ndodhemi. E lut Allahun që muaji Ramazanit të jetë për ne reflektim, të jetë për ne rrugtim drejt Allahut të përmirësuar. Që ky muaj të mos na shkojë ne si sakrificë e stomakut, por të na shkojë ne si një agjerim i të gjithë qenies tonë. Agjerim nga veset, nga të këqijat, nga cytjet, dhe të dalim prej këtij muaji me mangësi të braktisura dhe vlera të shtuara. Që kur të na gjej muaji tjetër i Ramazanit, i vitit tjetër, ne të jemi njerëz dhe besimtar më të mirë padyshim përpara Allahut, por dhe të dobishëm për veten tonë, për familjen tonë dhe për gjithë shoqërinë tonë. Allahu ju shpërbleft. Amin dhe ju. Faleminderit për kohën, faleminderit për këshillat tuaja të vëra. Të nderuar dëgjues dhe shikues, kemi arritur në fundin e këtij emisioni. E lut Allahun xhaleshanuhu që të pranojë adhurimet tona e të na bëjë nga ata që ndjekin rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mirë takofshim në emisionet e radhës.